Bindja disa njerëzve se Islami ka lind tash në 1400 vjet dhe para ti nuk ka pas Islam, para ti ka qenë krishtërimi, çifutët edhe fe tjera ku e di çfarë, edhe kjo i bjerë se domethënë edhe ato kanë një vend kogja të rëndësishëm edhe duhet edhe aty ne më ju besu. Neve i themi kjo është gabim. Islami ka lind ka ardhur në këtë botë me ardhjen e Ademit alayhis salam. Dhe të gjithë pejgamberët nga i pari deri te i fundit kanë qenë musliman. Feja ndahet në dy grupe, kryesore, kështu po them unë, që mos më ranë kundërshtim me dikan. Adhurimet, karshi Zotit dhe dispozitat, ibadetet. Adhurimet, apo pjesa e besimit, të besuarit e Zotit dhe el-aqaid wal ibadat, akidja, besimi dhe adhurimet. Besimi i të gjithë pejgamberëve ka qenë i njëjtë. Por adhurimet dhe dispozitat kanë dalluar nga vendi në vend dhe nga koha në kohë. Gjithë secili pejgamber i ka pas disa veçori nga pejgamberi tjetër në adhurim, por që të gjithë kanë fal namaz, që të gjithë kanë bërë haxh, të gjithë kanë agjëru. Dispozitat bazë të fesë kanë pas njëjta, por disa specifika të caktuara i kanë pas. Kurse pra në jetën praktike kam fjalën. Kurse në çështjet e besimit, me besu në një Zot mos mi bën shok askënd. Nja, me besu se ka melaçe, me besu në ditën e gjykimit, me besu në librat e Zotit, me besu në pejgambert e Allahut, në melaçet e Zotit, në caktimin e Allahut, në ditën e Kiametit, ashtu se përmend. Gjitha këto i kanë pas njëjta gjithë pejgambert. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, neve pejgambert jemi të gjithë vllazën nga nëna të ndryshme. Nga nëna të ndryshme, pra ka pas qëllim ulemat kur komentojnë se baba i tyre në këtë kontekst është për qëllim besimi, akidja. Kurse nënat e ndryshme, dikush ka thonë për qëllim janë nanat që i kanë lind, dikush tjetër jo, por dispozitat e shariatit, legjislacioni, praktika ka qenë ndryshme, kurse besimi i njëjtë. Andaj, në Islam ka ekzistuar, të gjithë pejgambert kanë thonë la ilaha illallah, edhe emrin e pejgamberit vetë kanë besu Musa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, Isa Rasulullah dhe Muhammed Rasulullah. Por një fe ka qenë Islami nuk ka lind me ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por një Islam ka ekzistuar edhe emërtimet përveç Islam, fjalës Islam me emra Jahudi, Çifut, të krishterë, të gjitha janë të lindura pastaj, për ndryshe fjala Islam ka qenë, domethënë besimi i vetëm edhe feja e vetëm e pranuar. Wa aslamtu ma'a Sulejman lillahi rabbil alamin, ka thonë Belkisa kur ka shkuar dhe ka pranuar Islamin e duart e domethënë të Sulejmanit alayhis salam, ka thonë un kam hyrë në Islam, jam nënshtruar Zotit, bashkë me Sulejmanin jemi nënshtruar Zotit, krijuesit të gjithësisë. Po ashtu domethënë edhe Ibrahimi alayhis salam këtë fjalë përmend dhe të gjithë pejgamberët e tjerë. Andaj feja islame nuk është e re, me thonë se ja, ku i kanë ju përpara njerëzimit, pra ku pas kanë shku sipas juve. Ja, Islami ka lind me njeriu e parë. Gjithashtu kretë pejgambert, pra domethënë aq Islami që është i vjetër edhe nuk ka lind me ardhin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, gjithë pejgambert kanë ditë që ka me ardh pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një. Edhe e dyta, Allahu xhalleshanu ja u ka marr besën atyre pejgamberëve që nëse do të takoheshin ose si tham, do të lindte Muhamedi alayhi salatu wasalam në kohën e tyre se janë ata gjallë, a do ta ndihmanin dhe do ta besonin? Të gjithë pejgamberët kanë thonë po. Ja ta lexojmë një ajet të surës Ali Imran apo dy ajete 81 dhe 82 se çka thot Allahu në Kur'an në surën Ali Imran për pejgamberët e kaluar para Muhamedit alayhi salatu wasalam, se si Zoti ju ka tregu për ardhin e Muhamedit. Edhe si Allahu ka kërku prej tyre që më ju kallëzu popujve të vetë që ka më ardhur një pejgamber. Edhe sikur të vjen në kohën e tyre, a do t'i besonin apo jo. Thot Allahu, përkujtoni, o idhtar të librit, domethënë çifotët edhe krishterët janë për qëllim. Kur Allahu mori zotimin e pejgamberëve, shumë kret pejgamberëve, nga ajo se juve ju dhash librin e urtësisë, ju patjetër do ta besoni dhe ndihmoni pejgamberin që vjen pas jush, që vërteton atë që ju keni pranë vetës, që vërteton librat e juaj dhe fenë e juaj se ka qenë sakt, domethënë besimin e juaj. Tha Allahu, a pranuat o ju pejgamber, domethënë a pranuat që më ju tregu popujve të juaj për Muhamedit alayhis salam, a pranuat, a e morët si për obligimin tim? Ata than, ne e pranuam,
pranuam, tha Allahu xhaleshanu, dëshmoni pra, edhe unë dëshmoj bashkë me ju, e kush shkel këtë zotim, pas kësaj ata janë jashtë respektit ndaj Allahut, domethënë i kanë thy urdhrat e Allahut xhelle xhelalu. Pra, përkujtoni autorët e librit kur Allahu mori zotimin e pejgamberëve, nga ajo se juve ju dhash libër të urtësisë, ju patjetër do ta besoni dhe ndihmoni pejgamberin, do ta besoni dhe ndihmoni pejgamberin që vjen pas juve, e që vërteton atë që ju keni pranë vetes, pra besimin e juaj. Andaj pejgamberët kanë pas obligim, thonë ulemat, përveç që e kanë njoft Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e kanë ditë që ka ardhur, e kanë pas obligim edhe ta besojnë si pejgamber, e kanë ditë se është më i mirë se sa të gjithë ata, dhe e kanë pas obligim që me përhap para kësaj, me përhap edhe mësimet ose emrin e Muhammedit, me i kallëzu popujve vetë se ka marrë një pejgamber. Po ashtu e kanë pas obligim që nëse ky pejgamber vjen në kohën e Musës, Musa patjetër me ndëgju Muhammedin alayhi salatu wassalam. Patjetër me nënshtru mësimeve të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe këtë na vërteton rasti i Isës alayhi salam, i cili ndëgjon për ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra përveç për pejgamberin që kanë dëgju edhe për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për vlerat e këtij ummeti. E Isa alayhi salam e lut Allahun xhelle shanuhu, o Zot, më bëj edhe mua prej këtij ummeti. Dhe Zoti ja pranon duan e Isës alayhis salam. Dhe një prej shkaqeve pse Zoti e ka lënë gjallë Isën në qiell deri tash edhe deri në kiamet, edhe pse do ta zbret në tokë, një prej urtësive, përveç mbytjes së dexhallit, udhëheqjes së muslimanëve, një prej urtësive është që Allahu ja ka bën kabul duan që Isa të jetë prej ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Isa nuk do të gjykojë me Injil, as nuk do të jetë pejgamberi i fundit, se i bija i me qenë pejgamberi i fundit, por është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi i fundit dhe libri i tij, pra i zbritur te ai Kurani, libri i zbritur te ai, jo i tij se mos po mendon dikush se e ka shkruar Muhammedi alayhi salatu wasalam, libri i zbritur te ai është libri i fundit, pra Kurani është libri i fundit dhe Isa alayhi salam është i obliguar që të punojë me Kur'an. Pra feja islame nuk ka lind me ardhen e Muhammedit alayhi salatu wasalam, por të gjithë pejgamberët e kanë pas islamin për fe të tyre.